Atëherë, Mistër, si vjen Elbasani para ndeshjes së nesërme me Partizanin? Merdita, sot është një dita shumë e bukur, është Pashkët. Krishti u ngjall, gëzuar Pashkët, gjitha kush feston. Tani po, nesër kemi përballë Partizani, një skuadra shumë e mirë, një skuadra fort, një skuadra në forma mirë për momenti, edhe nesër është një derbi. Deri tani ne jemi rregull. Si gjithmonë, do më tonë edhe këto 3-4 javë fundit, Janacek dhe Bruno Lula ishte jashtë, të tjera qunat ne jemi gati për nesër. Me Partizanin gjatë këtij sezoni keni pasur duele shumë të forta, e prisni të tillë dhe nesër? Po, pa tjetër, ti e drejt, deri nesër, do më tonë 5 ndeshje fundit, çdo ndeshje ishte fort, ishte interesant, edhe jam sigur edhe nesër prap do presim një ndeshje fort, interesant, neve do bëjmë si gjithmonë, do provojmë, do bëjmë maksimum në fush, do dalim me një rezultati pozitiv. Si vjen skuadra nga ana morale duke pasur parasysh që morët barazim në ndeshjen e parë në kupën gjysmëfinale? Ne jemi mirë, ne jemi shumë rregull. Edhe mas Dinamos unë isha qetë sepse kam një grup shumë mirë dhe një grup fort. Quna të reagoj mirë pastaj kundër Ignatias. Ishte në ndeshje kupat, nesër kemi kampionat, prap një ndeshje tjetër, me tjetër ambicie, me tjetër mundësi, edhe ne jemi rregull, qunat ishte gati, fizikisht, taktikisht, psikologjikisht, do më tonë, do presim nesër një ditë fort edhe një ditë bukur edhe do zoti për tifozat. Sa i kënaqur je me ecurinë që ka pasur Elbasani deri më tani? Prisin më shumë apo jeni brenda? Deri tani ne jemi rregull, tani gjithmonë çdo skuadra, jo vetëm neve mund do bëjmë më mirë. Por kampionati është shumë e shtirë, kemi 6 javas fundit, çdo pikë ka vlerë edhe mund të them ne jemi rregull, por kemi shumë punë përpara, edhe do shohim javë për javë.